I para gjuhë që fitet është arbreshi, që mësofet të shtëpia, e dopu të skola mësuam l'italiano. E gjuha jonë është gjuha më parë ancora se të arrivojnë turkrat, është gjuha andik. Pas vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në vitin 1468, i gjithë gadishulli ilirik ra me duart e Osmanëve. Arberit, të lindur të lirë dhe të panënshtruar, filluan të largoheshin masovikisht nga trojet e veta. Në Kalabri, arbreshët filluan të ndërtonin jetën dhe kujtimet për arbrin e braktisur. Një nga 25 qytetet arbreshe në Kalabri është qyteti i Ungrës. Lungro është kryeqyteti fetar i arbreshëve të Italisë kontinentale të ritit bizantin. Arbreshët e Kalabrisë edhe sot, pas 600 vjetësh, vazhdojnë të ruajnë gjuhën, kulturën dhe trashëgiminë e tyre të lashtë përmes shkrimeve, këngëve, kostumeve dhe vallëve. Heroin kombëtar Skënderbeun e kujtojnë çdo vit përmes këtij manifestimi madhështor në rrugët e ngushta të Ungrës. Roft Skënderbeku! Roft Skënderbeku! Arbreshët vazhdojnë të respektojnë kujtimet historike të heroit shqiptar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Traditat dhe kultura e lashtë arbrore tregon të kaluarën tonë dhe të ardhmen tonë.